E u rikthyem përsëri në ambientet këtar të brendshme të UBT-s për me ju tregu se kush gjendet në rubrikën Rrëfem. Kam kënaqësinë që para jush me prezantu Flakron Voca. I njëjti ka zbulu shumë sa i përket karrierës së tij ndër vite, por edhe disa padrejtësi që ai ka titulluar të tilla. Se për çka bëhet fjalë do zbulojmë së bashku në rrëfimin e ndjerë të Flakronit. Edhe pse fjallën kur nuk e mbajte, dy shok të ngusht vetëm, unë e dhimbja. Rubrika Rrëfem në Zoom këtë herë sjell një këngëtar që muzikën e filloi qysh i vogël e nuk hezitoi me na i hap dyert e studios, teksa ishte duke incizuar këngën e re. Bëhet fjalë për Flakron Voca. Faleminderit edhe juve për kohën që e keni gjetë. Unë për momentin jam në studio edhe jam të punu një këngë. Në fakt du me punu një album, po është një këngë pjesë e albumit, cilën po du me ndo me juve dhe m'jau tregu eksplozivisht për juve. A i vazhdon të tregoj se ky album do i përmbaj 6 ose 7 këngë, prej të cilave ka dhe bashkëpunime. Ky është projekti që aktualisht Voca është duke e punuar. Me një qik po du me bo këto, po nuk e di hala s'ma ka konfirmu, po është një këngë shumë e mirë, që tash e kom inqezu, edhe më një mengu edhe jo më i mja ullëshu edhe këto. E thira, e ndjeva shumë, dy shok të ngusht vetëm, unë e dhimbja. Në fund vetëm unë dhe hija. Tash mos të zbulojnë, atash dhe tash edhe mujnë me marrë, me vjerë. Tani tu i nje ka vetën kush ma ka vjerë. A ka ndodhë na i herë? Ka ndodhë që mi kam vjedhë dhemët, po kom reagu shpejt edhe faktikisht në kom punu me studio ndryshme, që kena bu demo edhe me një producent që nuk po du mja për men emrin, kom kalu shumë keq, i cili mi ka vjedhë, nuk e di shumë kongët mija, idejat mija dhe i ka shite njerëz, po apeton e thëmë, Zoti ja u kthen krejt, apo kuptan. So në smoj... Flakroni vion të rrëfej për konkurencë në këtë profesion, kur e dim që nuk është as pak e lehtë. Derisa mbështetjen më të madhe pati familjen dhe miqtë e ngushtë, fatkeqësisht të njëjtën nuk mund ta themi edhe për dikë. Shumica e studio e kanë atë tripin. Kur din diçka ma mirë ti, apo kupton të thojnë zden kë. Beden, na ka ndodhur edhe kësi raste për shembull, jam shku te një studio. Na shta shumë ai fort jam këndon për tekste, e ka marrë dikon veç i ka emër, edhe ajo këngë si ka dhezë kur, apo kupton. Ja ka shkruar tekstin e ka pagu, ja ka bë këngën. Kur nuk ta jep ai nalt, kur nuk e ki yllin boll, s'mundesh me dhezë. Badi hava ti shit e tokën e shtini 50.000 euro, shtini 100.000 euro, nuk mënesh me dhejtë. Ka në skenë shumë që se meritoj me këngë këto eqë. Dhe më thonë, unë i përcjell edhe brezat e ma hershme. Për shembull, është një Sinan Vllazaliu, është Sabri Feyzullahu. Këta janë legjenda, dhe më thonë, këta nuk shuhën kur. Është Flori, që ma Flori nuk e dina, dhe më thonë, gjendjen e tij që nuk është të bu muzikë mo. Më vjen keq që i ka ndodhë, po kena shumë njerëz që i zhduf me konë skenë, po që s'janë. Që kam pauzu ose ju ka ndodhë një fatkeqësi një jetë. Për këta antivlerat, këta që dhezin veç high temporary, kështu përkëshëm, ka plot. Që kanë më zhduk, dhe me thonë zhdukën me kohën, se nuk kanë edhe tekste që mujnë me jetu gjatë, po nuk kanë edhe, s'po dish me thonë, nuk i dëmë për shkurtesh e publiku. Kur nuk i sinqert, nuk dënë as publiku. More Flakron, e dim që ki me qesh edhe ti me këtë moment. Kur nuk dëm familja jote, nuk dëm as ka shia. Që dhe me thonë, jo të shka.
Ai nuk krijon vetëm për vete, por dhe për artistë të tjerë, e madje gjë të fortë cilëson emocionin që i jep një tekst edhe një vijë melodike. Kom bu tekst edhe për artista tjerë, dhe me thonë non-stop jem kon të kriju diçka. Po ma ndryshe pej tjerve, nuk e di, edhe kur të më thirrën mja u bu një këngë, vëden, më thojnë bëne qysh tani në zemra ty. Çfarë emocioni jep ti për shembull tekstit e këngës, se rrallë tash nuk po ka edhe muzika të mira, vëlla, nuk po qesin, nuk ka vlera. Unë për çata po du me bu edhe albumin. Nuk e di, tash kam ja bu hizmetin, sot ngohet, apo kupton. Tash unë s'më mja u imponu dëgjuesve, publikun s'u ne shtin me zor me dasht. Ata do të me dasht vetë. Me ty u bana i sinqert, se të deshta me dëvert. Me qenë se është përmendur shkrimi i tekstit dhe inspirimi për me arrit deri tek produkti final, aja ka dedikuar flakronit deri më tani ndonjë projekt dikujt. Kom provu unë me i klark, po të ti u ktheva prap. Kjo, dhimbja. Po tash nuk e di, nashta edhe është dedikim. Se njeri... Po ka copa të shpirtit në çdo tekst, veç kush të rren se ka copa tjetës të vetë që i transmeton tekst. S'muj me thonë dedikim, po njeri mëndet me dasht veç një herë. Njetë. Veç një herë po dashurojke edhe mëndet me ja dediku një këngë dikujt. Po kjo, po thëm, nuk është krejt dedikim, po është një copë. Po, pa. E tani është koha që flakronit të sfidohet me blitz pyetjet në zonë. 2, 1, go! Big Brother. Nashta vitin tjetër isha hi. Nuk i dihet. Nashta nëse kisha pas gjendje momentale mu mshel me një vend sa atje të marrë parasysh që s'ki as telefon, Albin. Apo kupton, s'ki as telefon, je i mbyllën. Se di që e kisha përjetu, nashta e kisha përjetu rën, po nashta edhe... nashta edhe e kisha fitu. Qa kishe bërë? Pysha. Jo, i kena... Për do artista, për shembull, do që më kanë lajmëru për një mesëm, dikush edhe më dhimët, kam qef abeden, ka ndodhë dhe ja kom falë një tekst i kujtë, s'pa du me përmena. Për shembull, e kom po që nuk i ka kushtet me pagu, po kur i ki kushtet me pagu edhe je, dhe me thonë këngëtar me emër, du të me pagu, tash s'po folë me shifra, po kupton se paret jam veç letra dhe që janë kur gjën këtë jetë sen s'kena me marrë kur desëm, nuk kena me marrë kur gjë me veti. Edhe jam shumë modest për këtë gjë. Po... 500 euro është një tekst jetë. Tekst edhe vi melodike. E ka pru njona qikën e vetë edhe jam hiën në studio e kom kënu edhe unë jam zakonisht i shpejt në vija, në sene, në vija melodike, i kapi shpejt, dhe me thonë, alo, pa janis bita, unë e di sakt që shkom u përfundu edhe që shkom janis. Edhe e kënuva, dhe me thonë, kongën, kur po ma bën, tha, qysh me tha për 10 minuta ti. Ju dhëm që më pare, dhe me thonë, mi e për një kohë shkurt që e kryvan. E dhe me thonë, nuk unal ke me menu, so kom punuën, dhe me thonë që edhe 10 mund për me orë deri të kjo pik me ta kry kongën për 10 minuta. Po zakonisht nuk të regojnë, producentat edhe tekst shkrust ja u lojnë pak njerëzve të kryet për 3 dit, të kryet për 2 dit. Ke kryet mrena natës nëse jeti në trip, nëse jeti në gjendjet emocionalit mire kryet për një natë. Në është mi kry 7 copa për një natë. Nuk i dihet. Si nuk është ta rekord 2 që ta mamë? 10 i kom kry për 10 kong i kom kry do me thonë për një natë. Jënë konë pjesa e gjirimet vitit të ri. Edhe i kom thonë qaq zërë do me thonë, ama shumë siklet është se stres është. Qysh kom e kontekste edhe ka 8 minuta gjatë ato.
Albin, ti mo nuk mënesh me menu si kur njerëz normal që janë. Çdo ditë më qu edhe çdo ditë më shku në fucking punën që e kanë. Ti do më thonë je ndryshe pe njerëzve tjerë. Do më thonë arti nuk është për njerëz normal. Unë mendoj. Se na menojna shumë ndryshe, fantazojna ndryshe, imagjinojna ndryshe. Kur e bojna një këngë. E që të penalizon se si e normal, si kur njerëz tjerë. Dhe me thonë, prejkësh ma shumë, je pak ma emocional. S'kisha pas qef mi përjetu këto sfidat që ti sjell muzikas, që të thash ma herët as fëmija janë të ardhën. Se ka shumë kriza këtu dhe ka shumë njerëz që nuk ta dojnë të mirën, po ka dhe njerëz që ta dojnë të mirën. Po këtu i mësën ndër vite. Për shembull, kur jem kon ma i ri, kur jem kon 18 vjeçar, në 19 kom menu që jeta është një livadh me lule. Po ka që nuk është hatërmbetje, po thjesht nuk folë, unë thjesht jam largu. Apo kupton. Se nuk di mi thonë dikujt diçka, një mesazh të keq, nuk di mi ja shkru se s'jam i ndërtuar bre ashtu, apo kupton. Po kohën e fundit ja kom nis mos me fal. Nuk i fali, se unë veç sillna mirë, pse me fal unë një njeri që bën gabime ndaj meje. Edhe nuk e fal. Unë për çdo projekt timin që kom e sjell, keni me kon të parë, do me thonë që kom ju kontaktu ty, edhe falenderoj shumë emisionin Zëm, edhe je shumë e mirë në punën që e bën, veç vazhdo.